Shiko, në aspektin procedurial jemi në seancë gjyqësore. Kemi të bëjmë me një proces gjyqësor i cili është pa rritjen e shkurtuar, pra nuk kemi me gjykim shkurtuar, jemi me gjykim të zakonshëm, që do të thotë që të dyja palët, pra të cilët janë në proces, po flas organi prokurorisë pas pak, ashtu dhe mbrojtja, kanë të drejtën që të paraqesen listën e dëshmitarëve që ata kërkojnë që të merren po themi të thirrën nga gjykata për të dëshmuar tashmë në proces, pavarësisht se kanë qenë në rolin po themi të personave të cilët në momentet e para hetimore mund të jenë pyetur si persona që kanë dieni, thjesht në kuptimin e deklaruesve, po ashtu dhe në kuptimin e kallëzuesve, që është zoti Balla, por përveç atyre mund të kërkohen edhe nga palët në rast konkret edhe persona të tjerë, siç është rasti i zotit Rama, i cili doja thoya që është kërkuar që është në kryet herës fatikisht të pyetet nga organi prokurorisë, akoma dhe pa përfunduar hetimet, nuk ka ndodhur gjë të tillë, por ama tashmë jemi në gjykim. Dhe duke qenë se nuk mjafton përfundimi i hetimit, nuk mjaftojnë vetëm provat që janë marrë deri në atë moment procedura të seancës paraprake, por vazhdohet që gjykata të marrë prova dhe ka diskrecionin për gjykuar mbi to, madje për çfarë do lloj dëshmie që do të jepet tashmë. Për mua është një moment i rëndësishëm, sepse jep po themi përgjigje edhe kërkesës që ka bërë po themi qysha së kohë avokati ose më themi të panderët në rastin konkret, të cilët kërkojnë që në 2 apo 3 momente të rëndësishme që kanë bëjnë me faktin e privatizimit që është bërë kësaj hapësire, e cila ishte një hapësirë me destinacion sportiv që më pas u kalua më pas në destinacion zhvillues, pra në kuptim të biznesit të ndërtimit, dhe një moment tjetër shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me miratimin e lejes, pra duke qenë se zoti Rama aso kohë ishte kryetari i bashkisë dhe njëkohësisht ishte edhe kryetar i Këshillit të Rregullimit të Territorit. Çfarë ka njërisi dhe pse është e rëndësishme për mendimin tim? Sepse ky proces në vetvete, në lidhje të paktë me zotin Berisha, duke e ndarë me zotin Maltezi, është duke gjykuar një vendim i cili faktikisht ka të bëjë me një vendim kolektiv, pra një vendim të Këshillit të Ministrave. Nëse do heqim një paralele, pra në paralelizëm, është një vendim i Këshillit të Rregullimit të Territorit, pra i cili edhe ai është një vendim kolektiv, pra nuk është se merret vetëm nga kryetari i bashkisë, por është një këshill i rregullimit të territorit që ka marrë vendimarrjen. Jo më kot, besoj që në kuptimin e taktikës mbrojtjes, besoj që është thirrur zoti Rama nga cilësinë e ish kryetarit të bashkisë dhe ish kryetarit të Këshillit të Rregullimit të Territorit, sepse është një moment shumë i rëndësishëm që se si madje është hera parë, nëse më pyes ne, është hera parë fatikisht që një gjykat tashmë po merret në lidhje me përgjegjësinë penale të vendimeve kolektive. Unë kam thënë në aso kohë që është hapur kutia e Pandorës fatikisht në lidhje me efektin zinxhir, që mund të ketë pikërisht në vendimarrje në lidhje me fajësinë për sa i përket përgjegjësisë penale për vendimet kolektive, dhe më pas besoj që me efekt zinxhir kjo mund të shkojë në gjitha vendimarrjet e tjera kolektive. Pra, në aspektin procedurial, absolutisht ka qenë një kërkesë e mbrojtjes, mund edhe të mos ishte pranuar fatikisht nga gjykata, por gjykata ka parë për mendimin tim të udhës dhe të rëndësishme që një dëshmi e tillë do duhet merret në proces gjyqësor. Në aspektin procedurial edhe për teleshikuesin, fillimisht pyetet është organi prokurorisë që do të bëjë pyetjet pavarësisht se është kërkuar nga mbrojtja, por në aspektin e radhës, po themi të pyetjeve, është organi i prokurorisë që bën pyetjet. Më pas është mbrojtja që bën pyetjet në kuptimin e avokatit, por mund të jenë dhe vetë të panderët të cilët mund t'i bëjnë pyetje fatikisht dëshmitar. Që do të thotë që mund të kemi edhe zotin Berisha që mund t'i bëjë pyetje direkte, madje edhe zoti Maltezi, kryeministrit zoti Rama, dhe më pas gjykata nëse ka pyetje plotëson me pyetjet e tjera thjesht për të shtëruar, po themi, situatën apo për të sqaruar të gjitha rrethanat që dolën nga pyetjet që kanë bërë palët në proces. Po, avokat, cilat janë të drejtat ndërkohë proceduriale të kryeministrit në rrethana të tilla, kur mund të pyet nga të pandehurit, nga avokatët mbrojtës apo edhe nga prokurori? Shiko, dëshmitar mbetim, që do të thotë që një dëshmi e rreme të ngarkohet me përgjegjësi penale. Kjo është gjë e parë që është shumë e rëndësishme në një proces penal në lidhje me dëshminë që jepet. Jo vetëm kaq, por ka diçka, dëshmitari nuk mund të detyrohet për atë çfarë ai deklaron. Pra, mund të kemi edhe përgjigje të tipit nuk e mbaj mend, nuk e di, etj. Dhe kjo nuk e ngarkon me asnjë lloj përgjegjësie fatikisht zotin Rama. Megjithatë, unë besoj që pra ai kësaj ka dieni,
për rrethanat dhe situatat në lidhje me funksionin që ka pasur sekretari i Bashkisë Tiranës, besoj që do t'japi përgjigje, por nuk mund të detyrohet që t'japi, nuk mund të insinuohet, nuk mund të, po themi një farë kuptimi, të vendoset në presion nga palët në proces, por do duhet të jetë i lirë në mënyrë që në absolute të japi versionin e tij të dëshmisë pa pasur asnjë lloj presioni në, po themi, në proces. Qartë. A është detyrim e përcakton ligji që të paraqitet vetë, të dëshmoj vetë, apo mund të përfaqësohet me një palë mbrojtëse, avokat? Nuk mund të përfaqësohet një palë mbrojtëse kur kemi të bëjmë me dëshminë. Ai mund të ketë një përfaqësues, por do duhet të japi dëshminë e tij në mënyrë absolute vetë ai. Kështu që në rastin konkret, dëshmitari do duhet të jetë prezent personalisht dhe është i detyrueshëm, pra pjesëmarrja e tij në proces për dhënë dëshminë është e detyrueshme, pra nuk është se është fakultative. Nuk kemi të bëjmë, ai nuk mund të marrë një avokat për dhënë dëshminë e tij, sepse ai nuk është, po themi, i panderur në këtë proces apo të jetë nën hetim. Kështu që thjesht do duhet të japi dëshminë për ato që di. Nëse di, pra nuk është se është imponohet, detyrohet që t'jap një përgjigje domosdoshmërisht për çfarë do lloj pyetje që i bëhet. Qartë. Avokat, a ka ndonjë formë imuniteti apo ndonjë trajtim të veçantë në raste kur kemi të bëjmë me një kryeministër të thirrur për dëshmuar? Absolutisht, janë të gjithë të barabartë. Aty është shtetasi Edi Rama dhe në mënyrë absolute nuk ka lidhje fare funksioni i tij aktual apo edhe ai më parshëm. Ai në mënyrë absolute do t'jap shpjegime për funksionin që ka pasur dhe nëse ka dieni, por gjithçka në kuptimin e aktivitetit që ai ka pasur, apo me vendimarrjet e tij, apo me çfarë do lloj veprimi që ka aktiv të asaj kohe, të cilët normalisht mund të pasur dhe pasojë mbi shtetasit, të cilët tashmë janë në cilësinë e pandehurit. Kështu që, por nuk ka lidhje fare, mund të jetë kushdo, aty do të jetë shtetasi, madje në gjeneralitetet që do të merren fatikisht emri i tij, datëlindja i nënës, i babait e tjera, se po hyjmë në disa formalitete që ndoshta nuk interesojnë të shikuesve. Por në mënyrë absolute nuk ka lidhje funksioni apo veshja e tij me pushtet në rastin konkret. Normalisht bën dallim duke pas parasysh që kemi të bëjmë me kryeministrin, por aty është absolutisht i barabartë me gjithë dëshmitarët e tjerë, të cilët janë thirrur në proces. Avokat, ishte shumë i qartë në fakt. Ka urdhëruar. Po.